Dhe sigurisht shumica e tyre që kanë votuar Berishën nuk është se kanë votuar se duan Berishën, e kanë votuar se nuk duan Ramën, sepse nuk mund t'ia japin votën një qeveri kaq korruptuar sa kjo e Ramës. Dhe në këto kushte pastaj një pjesë e mirë tjetër e elektoratit s'ka shkuar të votojë as Berishën, pavarësisht se nuk e do Ramën. Pra ajo çfarë ka bërë Berisha është sigurisht që i ka kapur shumicën e votave, po ka lënë jashtë gati gjysmat e votave demokratëve të cilët kanë munguar, gati 300.000 vota i kanë munguar demokratëve sot në zgjedhje. Dhe sigurisht që edhe këta që të kanë votuar nuk mund të dalin të sakrifikojnë për ty, të dalin për mitingje, të dalin për çfarë? Për interesat tua personale, që ti të mos japësh llogari para spakut, që ti ta përdorësh opozitën si barrierë ndaj hetimeve që kërkojnë llogari për qeverisjen tënde kur ke qenë në pushtet. Domethënë për çfarë duhet njerëzit ta bëjnë këtë sakrificë? Dhe sigurisht që mitingjet e Berishës kanë ardhur duke u tkurrur, kanë qenë gjithmonë më të pakta sepse njerëzit kanë kuptuar që ky nuk e ka seriozisht. Ky nuk ka luftë me Ramën, ky ka luftë për mbjetesë personale ndaj shpallës non grata 1 dhe ndaj hetimeve që po bën prokuroria speciale e drejtësisë e formuar. Do të prodhoj gjëri numërimi në disa qarqe dhe çfarë do të tregoj, sepse mund të dalin edhe që ka vërtet parregullsi, po kush i ka bërë këto, i bie që lufta brenda llojit pastaj. Po sigurisht. Demaskohet kjo pjesë, çfarë do të ndodh kjo? Unë nuk besoj që numërimi do të sjellë ndonjë ndryshim të madh në numërimin në kuptimin e ndryshimit midis PD-s dhe PS-s, rezultati midis dy palëve, por ajo do të tregojë një farsë tjetër elektorale, të cilën ne kemi marrë me mend gjithmonë, unë e kam besuar që kështu do jetë, ku palët i vjedhin vota njëri tjetrit. Pra, në kushtet kur, siç unë kam thënë gjithmonë, nuk ka luftë dhe betejë midis Ramës dhe Berishës, përkundër midis Ramës dhe Berishës ka marrëveshje, ka konsensus, ka aleancë të fshehtë apo fluide. Kur them aleancë, nuk do të thotë se ata janë ulur, kanë bërë një pakt dhe kanë shkruar. Por një mirë kuptim, duke lexuar mirë politikën të dyja palët, luajnë lojën e njëri tjetrit që të mbajnë njëri tjetrin pushtet, sepse të dy mbajnë njëri tjetrin në skenën politike. Pra, Berisha mban Ramën në qeveri, duke pasur Berishën përballë, Rama fiton jetë e mot. Ndërkohë që Rama e mban Berishën në opozitë sepse i duhet që ndrojnë opozitë. Kështu që mbajnë njëri tjetrin. Dhe në këtë kuptim, nga ana tjetër, pamundësia që Berisha ta mund Ramën e bën që të mos ketë luftë me Ramën, sepse sa do të lodhet mundohet, nuk e mund dot. Atëherë lufta vetëm që ka Berisha është dhe Rama bashkë është për të penguar palë të treta të zëvendësojnë opozitën, sepse nëse zëvendësohet opozita, Rama ikën nga pushteti. Dhe ndërkombëtarët do bëhen me opozitë e re dhe do ketë rotacion. Kështu që në këtë kuptim edhe votat janë vjedhur midis tyre. Nuk e di tashmë a do ndalë që partitë e reja do kenë humbur vota, por përveç kësaj, duke të qenë se të paktën Berisha është më interesuar të ketë besnikët e vet gjithmonë sa më shumë rreth vetes, do ketë lejuar, mendoj unë, që brenda garës për votën e hapur do të bëhet vot preferenciale jo nga publiku, por nga numëruesit, të cilët janë zgjedhur nga PD-ja. Sigurisht as kjo s'ka funksionuar sepse ata morën aq pak vota sa që vota e hapur nuk u përfaqësuan në parlament ose shumë pak dolën që shkuan në parlament me votë hapur. Kështu që edhe këtu nuk do sjell ndonjë rezultat përveç se do të dëshmoj se këta që po shiten si luftëtar për votën e lirë, në fakt janë po ata që i vjedhin vota njëri tjetrit. Siç fakt ne kemi parë dhe është dëshmuar që ja kanë vjedhur vota njëri tjetrit në çdo zgjedhje brenda partisë tyre. Brenda partisë tyre ka pasur jetë mot manipulime, ankesa, probleme me lista, me ku dëgjon çfarë, të cilat i kanë pohuar edhe vet. Kanë pohuar që kanë vjedhur vota për llogarit njërit apo tjetrit në vite. Problemi që PD nuk vjen pushtet është vetëm Sali Berisha? Sigurisht PD-ja ka shumë probleme, por pjesa më e madhe e problemeve janë shkaktuar nga Sali Berisha. Sigurisht Berisha është një prej problemeve të mëdha dhe ka shumë probleme të tjera të shkaktuar në pjesën më të madhe prej tij, por sigurisht edhe për të tjerë. Unë besoj që Berisha ka themi kalcifikuar një elitë të kalbur brenda asaj partie dhe sigurisht që nuk mjafton vetëm largimi i Berishës. Duhet të largohet elita e Partisë Demokratike. Partia Demokratike ka 35 vite që nuk bën reformë. Pak njerëz kanë hyrë, kanë dalë në këto 35 vite. Ka njerëz të themi, shiko, kisha në studio të vin kullurin edhe më tha janë gjithë për tikur. Partia Demokratike, ndoshta jo të gjithë, po Partia Demokratike ka njerëz që thonë Tritan Sheun. Tritan Sheu Berisha e ka pasur koleg në të njëjtën parti që në Partinë e Punës. Kanë qenë bashkë Partinë e Punës, kanë qenë bashkë në Partinë Demokratike, që në themelim, e me radhë dhe ai vazhdon të jetë deputet i Partisë Demokratike. Fal, a mund të shtrojmë pyetje një demokrat i thjesht, mund të shkojë ti trokas doktorit tek dera, i thotë doktor, lutem, më shpjego pak se unë nuk e kuptoj. Për çfarë duhet Tritan Sheu jetë mod deputet aty? Çfarë i ka sjell politikës shqiptare në këto 34 vjet, 35 vjet dhe çfarë do i sjell këto 4 vjet të ardhshme? A mund të na shpjegojë njëri këtë?
Dhe si Tritansheu ka dhjetra aty brenda. Po mora simbolin e një personi i cili nuk besoj që ka sjellë ndonjë të keqe të madhe politikës shqiptar, por nuk shoh asnjë të mirë. Domethënë tani më fal, për çfarë zë atë karrige bosh? Ndërkohë që mund ta ketë dikush tjetër që mund ngjall, mund të lëviz diçka, mund të krijojë një emër partisë. Pse bëhet kjo? Sepse Berisha e ka obor atë parti, e ka saraj të vetin dhe e përdor për interesa të ngushta, personale, familjare, klanore apo ku diun çfarë, domethënë, dhe sigurisht që kjo nuk është më parti. Partia ka institucione, ka struktura, ka sisteme gare, ka mekanizma organizimi etj, ka 1001 gjëra. Kjo nuk është parti, kjo është një tuf njerëzish që ju udhëheq i bari, i fishkëllen ai, i mblidhen, sulen, shajnë, fyn, të riqen, shkojnë pas një njeriu, kaq. Partia është tjetër gjë, partia është institucion. Institucion me shumë struktura, me shumë kompleksitet organizativ. Gjë që nuk mund të është dhe prandaj nuk mund të fitojë, duhet ribër nga fillimi. Për te atyre që ishin në listë të mbyllur, që s'mund ta tradhtojnë, po themi Berishën, ke ndonjë pritshmëri nga figura që u votuan dhe që ishin në listën e hapur, si Jorida Tabaku, Ilir Ali Mehmeti e të tjerë? Nga gjitha do veçoj Ilir Ali Mehmeti, sigurisht për Jorida Tabakun gëzoj vlerësime për faktin që ajo nuk ka përdorur gjuhën e Berishës, paktën dallon nga berishizmi në gjuhë, në diskur, në profil politik. Më e moderuar. Është më e moderuar, më e matur, merret me domethënë më tekniciene, domethënë në kuptimin e shfaqjes, ose nuk retorikës. Jam mjaft ta gjykoj profesionalisht nga aspekti ekonomik, domethënë. Por nga ky aspekt them që ka një tjetër lloj profili, të cilin shumica e njerëzve në oborrin Berishës nuk e ka. Por Jorida Tabaku tregoi mungesë kuraje, sigurisht tregoi një farë kuraje duke dalë kundër Berishës në kuptimin e qëndrimit, se nuk është se foli kundër Berishës, duke pati atë kuraje të flas kundër Berishës në momentin që ai u shpall në ngrata dhe nuk ikte, por nisi atë iniciativë për rrënimin e Partisë Demokratike për ta çuar Partinë Demokratike deri këtu. Dhe më vonë pastaj shkoi, u dorëzua, bëri autokritik dhe u nënshtrua në oborrin e Berishës. Pra, kjo të njëjtën gjë bëri dhe Ali Mehmeti. Jo, Ali Mehmeti nuk ka qenë kurrë në njërin krah, pozitive. nuk ka lëvizur krah. Ali Mehmeti ka qenë aty ku është, ai thotë unë jam aty ku jam demokrat, dakord. Mua nuk më bind kjo. Unë besoj dhe do të doja që politikani të marrë përsipër kosta hersh politikan. Ai thotë unë kam këtë qëndrim dhe nëse njerëzit nuk më duan, mos më votoj, unë ikej. Ky është politikani mendoj. Megjithatë, në kushtet se si bëhet politikë në Shqipëri, unë e kuptoj që është shumë vështirë ta bësh këtë dhe do bësh kompromise dhe ky ndoshta është një kompromis. Por Ali Mehmeti, ndryshe nga të tjerët, ka diskurs tjetër, ashtu si dhe Jorida Tabaku, ka tjetër profil, tjetër lloj pritshmërie dhe simpatie publike. Dhe madje tashmë po tregon dhe kuraj që po del kundër vullnetit të Partisë Demokratike dhe përkërkon të drejtën e vet për të numëruar votat, gjë që sigurisht i ka shkaktuar një lloj telashi Berishës brenda kampit vet, por ai po e ndjek themi aksionin e vet politik në mënyrë të pavarur nga nga aksioni i liderit. Këtë shoh profilin e një lideri dhe nëse mendoj që mund të ketë një shpresë që dikush mund të bëjë diçka, ndoshta Ali Mehmeti mund ta bëjë këtë. Nëse do të ketë në një moment X kur ajo ta bëjë. Mund të ngrej themi masa, sigurisht ai do ta testoj këtë, besoj, sepse underground flitet në luftë pa që mund të ketë edhe një kompromis heshtje për shkak se mund të kandidojë për Bashkinë e Tiranës me miratimin e Berishës. Sigurisht që nëse do kandidoj me miratimin e Berishës, por unë nuk e shoh Ali Mehmetin në këtë. Nëse do ta bëj këtë do ishte një gabim nga ana e tij. Sigurisht ajo mund t'i përmirësonte kredencialet e tij, ndoshta do arriste profilin e tij publik, por nga ana tjetër do ja ulte për disa arsye. E para, sepse Berisha po e kandidon tani kur nuk ka kush kandidon më. Pra tani që s'ka më asnjë lloj shpresa, asnjë lloj, ndërkohë që kur ai hyri në primare e mundën ato lloj primare të tilla që siç në as primare, dhe nuk e kandiduan zotin Ali Mehmeti. Tashti që s'ka këtë gjë Berisha ta çojë atje dhe ta përdor zotin Ali Mehmeti për të trukuar imazhin e tij, kjo nuk do të shkonte dhe nuk do të ishte them unë në të mirën as zoti Ali Mehmeti as PD-s. Unë besoj që zoti Ali Mehmeti duhet të ndjek aksionin e tij opozitar për të prodhuar një politikë tjetër të re dhe jo për të shërbyer kësaj karrakatine që ka mbetur nga partia berishiste, pra PD-ja berishiste. Ai duhet të prodhojë një vizion për një parti të së nesërmës, mendoj, jo për të mbajtur për të bërë patericë kësaj partie të vjetër të kalbur që mbahet tek lideri i vjetër.
Tani, Berisha, sikurse Meta e të tjerë kanë procese të hapura me drejtësinë. Mund të shërbej apo të bëj një rol kjo e fundit në vendimarrjen e Berishës për të vazhduar në PD për shembull, se varet vendimarrja e drejtësisë për dosjen Partizani që mund të ndikojë pastaj edhe për vazhdimin e Berishës në PD, apo kjo nuk ka fare lidhje sepse ai sido që të jetë nuk të rriqet. Ai sigurisht nuk të rriqet dhe kjo më bën të mendoj që ai është peng në politikë sepse njeriu vjen një moment që edhe logjikisht vjen një moment që njeriu dhe lodhet nëse ka gjithë jetës, domethënë çfarë i shijon më asaj gjë, domethënë çfarë ideja se ka një mision, cilës misioni ta çosh nga humbja në humbje, ta çosh zvarr dhe ta çosh gjithmonë më thellë humbjen, domethënë nuk më duket se edhe ai vetë beson këtë mision. Atëherë për çfarë, domethënë ose besoj që më besueshme nga të gjitha këto është që dy gjëra ka, ose e para që nevoja për të qenë politik për të siguruar vimësinë e interesave ekonomike të klanit që ai përfaqëson, ose nga ana tjetër është frika ndaj spakut dhe qëndrimi politik si instrument mbrojtje nga hetimet që mund të vinë atij, familjes së tij dhe njerëzve të tij etj. Unë besoj, ndryshe nga që thot gjithë ditën PD-ja, se hetimi ndaj zotit Berisha është një përpjekje për të sulmuar dhe për të penguar opozitën. Kjo lloj opozite nuk fiton gjithsesi edhe pas pak, edhe mes pak. Madje as pa non grada nuk fiton dot. Por unë besoj që një hetim i objektiv, i drejt i zotit Berisha do ta përmirësoj PD-n, sepse dy gjëra, ose do ta nxjerrë pastër, nëse ai s'ka bërë gjë, ose pastaj do ta largojë nga skena politike dhe duke i bërë të mirën më të madhe kësaj opozite, duke i larguar pengesën që ajo ka për të ardhur në pushtet. Kështu që unë hetimin e zotit Berisha e shoh si një të mirë që i bëhet opozitarizmit